Përshëndetje teleshikus të nderuar nga vendlindja ime. Përshëndetje teleshikus të nderuar nga qyteti më i bukur Tetova. Përshëndetje nga malet e Sharit, pikrisht nga restorant Shari. Vetë se më e kuptut se ku ndodhemi sot. Sot jemi në vendlindjen time, apo më mirë në qytetin e bukur të Tetovës. Sot kemi shumë këngëtar, kemi një emision shumë të këndshëm edhe shumë të bukur për ju, pasi që jemi me një ambient, me një ajër shumë të mirë, me ujë shumë të mirë. Kështu që i kam mbledh gjithë artistët këtu që t'ju performojnë live juve, t'ju këndojnë. Unë ju thash se verën nuk do t'ju lodhi shumë me biseda, nuk do t'a zgjash shumë me biseda, po më shumë do t'kemi party. Ma mirë nuk do t'a qymë një kafe me mamën, po mama's party. Mama's party në verë. Kështu që do t'mundohemi që t'ju freskojmë sa më shumë me muzikë në për këto ditë të nxehta. Do dua që të faleminderoj shumë ata të cilët na ndihmuan për ta realizuar këtë program sa më bukur për ju. Do të faleminderoj Top Center, të cilët u kujdesen për veshjen time. Top Center gjendet në Tetovë, përballë xhamisë me Lara. Pashtu do të faleminderoj edhe Bardhyl Saitin, grimerin dhe frizerin e Tetovës, apo Happiness, Studio Happiness. Do të faleminderoj shumë Restorant Sharin dhe një faleminderim shumë të madh do të shkojnë special për hotel dhe restorant Agropolog. Ju faleminderit shumë, ju të cilët na bëni konak në përvendet e juaja, e mas drit një ftajrëmve të totovarët e mi të shhajshët. Një kist madh për gjithë ju të cilët kontribuat për këtë program, ndërsa unë mos e zgjas shumë, po futem në këtë restorantin e mrekullueshëm, po lypim një ambient bukur, të e hapim me një këngë me muzikë edhe na presin tur këngëtar tjerë. Vazhdojmë. Sai zezo, o moj sailaro, jalla si mado, zete to vano, jalla si mado, zete to vano. Nuk e do gjaun se jam deli e jo, nuk e do gjaun se jam deli e jo, e do që qaj tjall me allëti e jo, e do që qaj tjall me allëti e jo. Sai zezo, o moj sailaro, sai zezo, o moj sailaro, jalla si mado, gjeli se cino, jalla si mado, gjeli se cino. Nuk e do gjaun se jam qipare jo, nuk e do gjaun se jam qipare jo, e do që Samiri me tu pane jo, e do që Samiri. Ajde Samir, doqe tu pane, doqe, doqe, doqe.
Ju faleminderit Duart Rokitjet edhe Meritat, Samirit, Kimcit, Genit edhe Iliri që po vjen. Unë e hapa këtë parti verore si zoti i shtëpisë apo zoja e shtëpisë, ndërsa do të ftoj më një herë këtu të bëhet gati Leodrimi për ta kënduar një këngë dhe vazhdojmë me këngëtar tjerë të cilët po vinë e po na presin pikë të malit çarit. Rrugës me nazë si lule zambak, ndalu pak e hit ma syri se kam zon marak. Kur kalon ti rrugës si me përshëndet, mirë fal jetës kaq kësi me jetë dashnia vet. Ky maraku i shkret, se s'ma djeg zemrën e shkret. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Ky maraku i shkret, se s'ma djeg zemrën e shkret. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Diçka ke në zemër ma thon ata sy, lule kemri lumi unë për ty. Kur kalon ti rrugësime më përshëndet, mi fal jetës kaq gëzime jetë dashnia vet. Ky maraku i shkret, se s'ma djeg zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Ky maraku i shkret, se s'ma djeg zemrën e shkret. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për këta dy sy. Ka shku mendja o me u fejue, e me marrë një ule qinake, ama nuk qinake nës madonnana, e m'kazani zi u marak. Ama nuk qinake nës madonnana, se m'kazani zi u marak. Sërquvë kjo puna e verës, edhe deti dhe shkon në talas. Ani mos ja prish që i fin veçarit, zemra e mbushur plot maras. Ani mos ja prish që i fin veçarit, zemra e mbushur plot maras. Leodrim të lumë goja na kënaqe me këngën, ti dish që gjithmonë më kënaq mu të jep pikë dop të imje, ti jetë vllau imi vogël. Kështu që emisioni kushtohet Tetovës. Një njërë pyetjen e fillojmë çfarë pëlqen dhe çfarë nuk pëlqen Tetovë. Bigi shifet çfarë pëlqen edhe çfarë nuk pëlqen. Është shumë e vështirë se normal ndonjëherë njeriu plas edhe vetvete diçka nuk pëlqen, sidomos te Tetova i mungojnë shumë gjana, po përsëri do të them është vendlinja jonë, edhe kadë që kena shku prap kena alçati. E mire keqe jona. E majre keqe jona. E majre keqe jona, në karandë hisë s'kemi që bëjmë. Kështu që jena të kënaqur besoj me Tetovën, unë për veti po. Fundit është vendi im, bigu, ma me ndihem. Me çka i kishe ndru Tetova? Me Kurxho. Me Kurxho në Me e je sigur? Definitivisht. Mu me çka më kishe ndru? Ty me Kurxho edhe ty. Jo, më kishe ndru me një me mimoza. Dyjave, që tu mendova, pra dhe vënova. Dyjave ju kam njëjtë. A do të hash ty tek në shtëpi të shkosh mimozës. Mimoza plas. Një putje për
motrën time, për më të dashurën time, më të ëmblën dhe më të shtrejtën, shoqen time Mimoza, për ndryshe vllau Leotrimit. Edhe Leotrimin e kemi vlla të përbashkët, të Shkus të nderuar. Trimi, me çfarë po merresh momentalisht? Pigi, për momentin e kom cek edhe në për intervista tjera, mere me fakultet, po këndoj edhe në përmbramje, s'kam shumë hapësirë për me ba shumë gjana, po fundit jem bo muzikant dars, mash muzikant komercial, pak unë e ka klasike, asi jom përkushtu. S'po muj me ta ndra E di përfundimin, po të shtash sa për të arsye du. Nuk do ta përmendi X-Faktorin, më gjithë din se ke qenë, e kemi bo bosa, tempo, planifikon të marrish pjesë në një festival të radhës. Kismeti, vetëm çka mund të them. Me kismet, me kismet, po. Po tani kena plane sende, po se sa do arrihen, ajo është një pikë e madhe, po dëshira është shumë e madhe dhe ti më din mu, besoj se quhem si ashtu punëtor, që kam qef me punu. E ta shëndodhe lëndore. Po pushimet... 3 jemi, kështu që kena ko. A, loq, kënë në ka folën, si dja u shkëroj, gjali nanës, e një gjali jenë. Leo, pushimet verore ke vendos ku ti për? Pushimet verore, bigu i kaloj, unë e kom qef Kroacin. është një vend mali Loshin. Atje kam edhe familjar, po sinqerisht më pëlqen shumë si vend. Ti më din mu, unë jam tip serios, asi? Sidomos dhe njerë bigut, kur ja bëj bose... Shkon nerva, ma plati tamta, ma plati... Kështu që aj vendi është fix për mu, është i qetë, asi? Knaqëm krejtë. On plak para vashë, djali i rriven se dalet, atë lodovate në për diski... Pushim, bigi, pushim. Pushim, i kam betem një pushim, njerëzit shkën halakaten mas shumë të pushim. Unë e respektoj atë fjallëm, pushim. Unë e thamë ti jem plak, para koha ki, merë një gazet, një liber, dille aty ledzosh, ko muzikë klasike ndigjo, relaksoj që të sojë të runin, ndërsa unë e Mimoza, shkëm në Ibiza, ne jena për Ibiza, ne jena për... Që ti pat kundër t'jena mara, se ti shim bart njët me karakter. Para me do që kishim bë dhe eksplodojshim, total. Po në një projekt 3 diçka 3? Thash pigi, ta dhash përgjigje, kismet. Nëse unë e mendova se vesh për festivalet, ishte me kismeti, thash mos kende një videoklip në një bashkëpunim për shku në festivale duhet kesh edhe një projekt, se shkoj në festival me dur bosh. Mire ke, këtu e tha një lam në vend, apo në 8-2, po s'ka lidhje. Nëse, edhe që jemi, kështu që vazhdojmë bisedën tonë, po na i femë, na i sen. Bigi. Bigi. Vete thaj se serios jëm, kështu që... Dhe me ka jo është privatsi dhe privatsi dhe dashuria ime është vetëm me muzika. Po, ja nise muzika e projekti, e imi është violina, jo, klarineti është. Klarineti është dashuria ime, pa. Apo violina, apo harmonika, nuk e di. Muzika, e dashuroj muzikan. Natyrat pëlqen? Po, begi. Skion? Jo. Sa merresh me sport? Notimin e kom shumë qef. Për çfarë shkosh në Kroaci? Përveç notimin, po. Edhe basketbollin e kom pat shumë qef, po tani pas fundit si o marrë. Po notimin e kam qef. Notimin. Me sport, do me thëmë vesh me notim. Sport jetar nuk merresh. Ja. Sa shef futboll? Shoh futboll, po këto ekipet ma, si me thonë, ma in. Realin, Barcelona, Atletico Madrid, Shkëndia normal, po se po. Po foli për ekipet botnore, janë ato ma... Po lypi një farloj honorari nga klubi futbollistik Shkëndia, s'ka vend ku nuk lëvoj për ju, s'ka vend ku nuk bëj propagandë për ju. Kështu që çdo emision një përmend. Po shkoj deri tek ekologisht tash të marradisën teme. Si paguhen ato futbollistët dhe unë të paguhem? Po, cilin ekip e mban? Realin e Madridit, edhe Shkëndin, të përmendin. Këngëtari ti preferum? Këngëtari im preferum ka shumë, bigi. Ka shumë se cili me atë vetën, me zhanrin e vetë, mu më pëlqen se cili që e bën punën mirë. Kështu që për pop, dallon që tërkush, për rock. Për pop, më mi kalzo ato klasiket e tua. Po ku e di për pop? Ka plot, shumë ka. Nuk do të kishe veçu askan. Mos të lodhi unë shumë ty këtu, shijoj këtë ajrin e bukur, këtë pamje të bukur. Në fund të emisionit do të ham një darkë të bukur. Po shtash, a ka mundësi unë të të puth njerë këtu? Sa desha të them, Bigo, sa desha të them. Edhe unë e një puthja ty. Qumër e shko kënda!
fjalë me ma shkruj një tekst, gabimisht me ma dërgu me gjetë pretekst, kur e keti një arsye të vërtet, se nga ana tjetër dikush ty të pret, me a thonë një fjalë sa do e thot të jet, s'do mërzitëm duke prit sa frym të kem, të betohem s'do shkaktoj asnjë problem, me fjalë të vogla të kom dasht, me fjalë të vogla të du, por jetën time për ty, unë jam gati me reziku, me fjalë të vogla të kom dasht, me fjalë të vogla të du, por jetën time për ty, unë jam gati me reziku. Fjalë me ma shkruj një tekst, gabimisht me ma dërgu me gjetë pretekst, kur e keti një arsye të vërtet, se nga ana tjetër dikush ty të pret, me a thonë një fjalë sa do e fsot të jet, s'do mërzitëm duke prit sa frym të kem, të betohem s'do shkaktoj asnjë problem, me fjalë të vogla të kom dasht, me fjalë të vogla të du, por jetën time për ty, unë jam gati me reziku, me fjalë të vogla të kom dasht, me fjalë të vogla të du, por jetën time për ty, unë jam gati me reziku, me fjalë të vogla të kom dasht, me fjalë të vogla të du, por jetën time për ty, unë jam gati me reziku. Teleshikues të nderuar, këto afër meje, tu luat, bashkë kam një shoqen time shumë dashur, një vajzë shumë simpatike, e cila bëri buj me një këngë, jo me këngën e babës vet, po me një këngë që këngëtari tjetër kujt, që nuk kish lidhje me atë këngëtarin, ndoshta edhe si e njoft fare. Si jam njoft fare. Këtu është Elita Ziberi, e cila këndon muzikë zbavice, jo vetëm muzikë zbavice, po çdo lloj muzike. Kështu që ku këndon kjo në vërtetov bon shiret. O, faleminderit. Elita, mirë se erdhe në emisionin tim. Mirë se u gjeta Bigi, faleminderit për ftesën edhe një herë. Vendin më të mirë e kemi gjetë me ty si mduket ku ta kryejmë intervistën. Bash. Apo lulatna jo? Po pak. Pak, ka pak se s'm na nxon kamerman, s'm na nxon. Elita, pikërisht do flasim, startin do ta fillojmë me këngën Dashnin. Po. Dashnin e more e këndove, bën e cover. Po. Akustike. Ashtu pa vetdije kam bo. Pa vetdije. Cili ndi ideja? Bile u komentu se e këndon më mirë se vetë pronari këngës. Kështu që kam patur disa komente që kam këndu më mirë saj, po me të vërtet original, jam betet originale. Unë s'mundem ta këndoj më mirë saj, por unë e kam sjellë në një version totalisht pak më ndryshe që publikut ndoshta i ka ardhur pak më interesant. Dhe jam prit me të vërtet shumë mirë, pasi që edhe vetë jam maknitur me atë pritjen, por ka qenë diçka shumë e mirë për mua, një sukses shumë i mirë, mbas 7 viteve. Po, më thuj Elita, pse nuk zgjodhe këngë të babit tënd, po të majkit? Bige, dëgjosha aq shumë në shtëpi atë këngën, më pëlqeu shumë teksti me të vërtet, edhe deshta ta
ta bëj në mënyrë pak më balat, pak se e dija që do del diçka bukur, por nuk e dija që do e dëgjonin kaq shumë. Edhe me të vërtet dul shumë mirë. Doli shumë mirë, aty nuk ka diskutim në përgjitha rrjetet sociale, në për Facebook, ku bo share për e gjithve, veç e shifshe Elita. Falënderimi shkon edhe tek juve, 21-shi, një kafe me mamën, pasi që ju ishit ato të pare që më përkrahen, dhe ndoshta edhe për aty bëni një bujt madhe, nuk e di. Unë të ndrejtën kënga më pëlqeu, edhe Majki kur e këndonte më pëlqente shumë, po verzionin tënd të ndrejtën pëlqeu më shumë, edhe mu duk një gjë e bukur edhe dija se edhe të përfolet shumë edhe të pritet shumë jep e publikut, kështu që une nuk hezitova isha e para. Shumë faleminderit Bigi, me të vërtet shumë faleminderit. Ti e din se une ty të kam veçantë, të kam shumë gjanë, kështu që gjithmonë kem mbështetje në përkrahjen time, po më thuj, atë janë bezdis këngat e babës tënde. Pakës po, të drejtën po, hajde një ata që flisni me i cilën këngë do e këndojmë qarë do bëjmë kështu, edhe më tha pianisti nëse son të ndjesh vetëm, thash nuk e dua. Nuk e dua. Nuk e dua. dua. Non stop i këndoj edhe me të vërtet pak ta ndrojmë atë. Ta bëjmë diçka pak më ndryshe, të këndoj diçka pak më ndryshe. Po ashtu mbrit e famë jo me emrin e babit. E kemi diskutuar edhe një herë në emision ke thënë se babi nuk ka përkrah kur. Diku të themi. Diku. Më ka lënë më shumë vetë të bëj. Edhe e falenderoj që më ka lënë vetë, se sot ditë të tomë, unë mund ta them me plot bindje që unë e kam arrit këtu ku jam vetëm vetë me grupën tim. Pa babin. Pa babin, definitivisht. Ndaj verit. Po, çdo do që t'jetë, Elita 5, babi yt mbeten legjendat e muzikës. Kështu që ajo është krenaria jo vetëm e Tetovës, por është e mbar shqiptarisë. I vetmi grup që funksionojnë gati sa vite? 30 vite. Unë kështë të thonë 20. 30 vite. Këj faktit Bon Jovit jënë ato. Jo pe pi Beatlesave, pe atëherë. Elita thaj që teksti këngës Dashni ka emocionu. Më ka emocionu shumë. Pse? Po nuk e di pse. Pse? A ka në dashnia, jo? Ej, po çdo herë më provokon me këtë gjë. Jo, s'ka asgjë përveç se më pëlqeu shumë teksti, me të vërtetë. Edhe është në realitet se shumë herë ndodhin këto gjëra. Pa, dashnia. Ishte një realitet shumë i mirë aty brenda te kënga, edhe e pash edhe veten unë normal. Pasi që mos e kisha pa veten, nuk do e kisha këndu edhe unë as me ndjenja. Elita, më thuj edhe diçka tjetër shtash. Po. Pasi që emisioni kushtohet Tetovës, kemi mbledh gjithë artistat e Tetovës, gjithë personazhet cilët kanë kontribu një farë mënyre për Tetovën. Edhe kemi bërë kemi mbledh si them, një zinxhir të këngëtarëve të ndryshëm. Je për në Tetovë kur është puna për muzikë zbavice. Ke një zhanr, s'di si ta quaj atë zhanrin tonë, zhanri pop rock je më shumë. Pop rock jemi, po them drejtën, Bigine në përmbrame bëjmë edhe popullore, më moderne jemi. Pak më moderne, një band modern që i kemi gjajt të gjitha zhanret, përveç se Tallavasio. Jeni do me thonë për rinin, jeni një grup shumë i lezetshëm për rinin. Kemi këtu këngëtarë të këngës vjetër qytetare, kemi këngëtarë edhe të muzikës burimore. Kështu që tregom Tetovën, me çka e kishe ndru? Në cilin qytet tjetër? Tregoj drejtën me asgjë se kisha ndru në Tetovën e du shumë. Edhe do mbes në Tetovë edhe do jem në Tetovë. Kështu që kam qenë edhe para 2 javë isha në Zvicër. Ishte shumë rregull, ishte shumë bukur, ishte shumë mirë, po prapë më mori malli për Tetovën, s'ka shansa. Mos thuj të mbestu se si dihet fatit, kështu që mund të jesh në Unë e di ku shkon ti, po jo do mbes në Tetovë. Ku e di mund të shkosh në Shkup, mund të shkosh në Kosovë, mund të shkosh në Gostivar, ku e di shumë në Shqipëni? Jo, as pak në Shqipëri. Tregom cili ushqim pëlqen më shumë në Tetovë. Po e kam thënë edhe te një kafe me Labi, po, që flien e du shumë pasi që jemi të Shari këtu. Te restoran Shari. Flia është gjëja më e preferuar e Ilja. Apo din me bo fliti? Jo, s'po din. Është shumë e zorshme. Nuk mundem, njerë për njerë. Elita, unë faleminderit të shumë që ishe pjesë e emisionit Një kafe me mamën në Tetovë, apo më mirë të gjymë Summer Mama ose Party, se unë nuk preferoj të flasë më verës shumë, si që folim studio e bëjmë gjatë e gjerë, po ma shumë preferoj që të kemi muzikë. Bollu lulate, apo shkon të këndojsh mi calca gjithë? Pa tjetër, falenderit e njuve. Hajde. Unë hala s'po muj me besu që ti mu nuk je të mbesu. Gjithë shka që me boj
veç për ty. A mund ty s'modin me vlerësu, jo. Ku je kon, me kë je kon, pyetjet tua jon të mlodh. Kush po thi, me kom po fol, je bon paranoj. Çdo lëvizjen tem që unë e boj, jetu e bo kontrol. Nuk e di, jo nuk e di, me ty qa o të ndodh. Nuk e di pse jetu dyshu, kur e din që je edhe t'mja për mu. Lut na leje ti xhelozin, se krejt që kom për ty o dashni. Dashni, 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 dashni. T'kom të një herë prapun ty jam të ta thonë, venin të mbeson kur kërkur s'mun mendon. Amo gjelozi, gjelozi, gjelozi që ki mrena. Ki gjelozi, gjelozi, gjelozi që ki mrena. T'kom të një herë prapun ty jam të ta thonë, venin të mbeson kur kërkur s'mun mendon. Amo gjelozi, gjelozi, gjelozi që ki mrena. Ki gjelozi, gjelozi, gjelozi që ki mrena. Sekret që kom për ty o dashni, sekret që kom për ty o dashni. Krejt qa kom për ty o dashni, unë e di që edhe ti m'kia. Mo fjall të këqia që vini, kanë kriju të ti gjelozi. Mos nga, jo mos nga, po doj veç me nënda. Parësy, pse parësy, je ka do mu pëlla. Qa po dëshon, qa po menon, beson që jo nuk ka. Nëse së beson, hajde mu edhe vetë ki me pa. E nëse kështu alo ti vazhdon, kom me art një ditë që mos shkon. Lut na leje ti gjelozin, se krejt që kom për ty o dashni. Dashni, 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 dashni. T'kom thon një herë prapun ty jam të ta thon, venin të mbeson kur kërkur s'mun mendon. Amo gjelozi, gjelozi, gjelozi që ki mrena. Ki gjelozi, gjelozi, gjelozi që ki mrena. T'kom thon një herë prapun ty jam të ta thon, venin të mbeson kur kërkur s'mun mendon. Amo gjelozi, gjelozi, gjelozi që ki mrena. Ki gjelozi, gjelozi, gjelozi që ki mrena. Sekret që kom për ty o dashni, sekret që kom për ty o dashni. Teleshikues të nderuar, tash këngëtarin të cilin do t'va prezentoj, dikur haja dajak për ati, dikur e kisha profesor, po shtash du t'a prezentoj me plot kënaqësi, edhe kështu siç mundem ma me krenari. Për disponimin tënd, vetë se provat kanë filluar atje poshtë, ndëgjojmë Bajram Ali Idrizin dhe rikthehemi sërish këtu në bisedë me Bajram Alion. Për
moj, qëli qërshia moj, unë rrituj me ndu. Pranvera moj, qëli qërshia moj, unë rrituj me ndu. Kush s'mi qana lete mia moj, ajo që deshta mu largu. Kush s'mi qana lete mia moj, ajo që deshta mu largu. Bregu detit, tuj shëtit, takova një vajzë të re. Bregu detit, tuj shëtit, e takova një vajzë të re. Sikur më thot me ata sy, hajde djallë të rim të dy. Sikur më thot me ata sy, e hajde djallë të rim të dy. Aman, aman, hajde, si pulbardha, syri joti bardh si dalga. Aman, aman, hajde, si pulbardha, por si rush bardho ka dalga. Bukuri moj, ku të kam, jesil moj, jesil ham. Bukuri moj, ku të kam, jesil moj, jesil ham. Aman, aman, hajde, bukuri, të marnu se në shtëpi. Aman, aman, hajde, bukuri, oh të marnu se në shtëpi. Aman, aman, hajde, si pulbardha, syri joti bardh si dalga. Aman, aman, hajde, bukuri, oh të marnu se në shtëpi. Pres moj goce te kalhaja, moj luhle, moj lajle. Po të pres moj goce te kalhaja, moj luhle, moj lajle. Se në ti moj goc ka zam se daja, moj luhle, moj lajle. Se në ti moj goc ka zam se daja, moj luhle, moj lajle. moj goce te qërshia, moj luhle, moj lajle. Po të pres moj goce te qërshia, moj
gjut një pikë muzikore nga profesori im, unë e pak bëra shaka, thashtë kam hangër dek, po s'kam hangër dek, ka qenë profesori më i mirë, ka qenë profesori më i hapur, i cili gjithmonë ka ditë bashkëpunon me nxënësit e vet, kështu që e kemi pat më shumë si shok, jo si profesor. Profi ti derisa isha po shkëndoje, unë e thash kam hangër dajak, s'di si ta prezantoj, kështu që mirë se erdhe në emision. Kam derin edhe kënaqësinë që të të marr intervistë ty, profesori im i dashur. Faleminderit shumë për ftesën. Të dëshiroj shumë sukses edhe mirë që e tha që nuk e ngran dajak. Se vërtet s'është përdor dajaku fare, sidomos në shkollë muzike për shembull ku raporti profesor nxënës ka qenë në mënyrën më të mirë të mundshme, bile gjenerati juaj keni qenë të shkëlqyer edhe kolegët tjera, kështu që edhe një nga ato edhe ti ke qenë. Profesor, derisa më ke pa nxënëse, ti e din, unë sa karagjoze jam, kështu që unë mora e kom pak sta përzim me humor, kështu që e bora sikur se kom hangër dajak, po s'kam hangër dajak. Natyrisht se jo. Profesor, flasim pakës për pos që ke qenë një profesor ynë, je edhe një këngëtar i mrekullueshëm ku ke qëndru besnik këngëve tetovare, këngës popullore. Me çfarë po merreni aktualisht? Aktualisht merrem me shumë punë. Përpos këngës që kam hobi edhe e kam për zemre, merrem edhe me punë profesionale në fakultet në USHT. Jam njëkohësisht edhe prodekan, faktikisht shefi i katedrës së Fakultetit të Muzikës, edhe aty kemi mjaft punë. Përpos punëve me fakultetin, punët edhe me këngën, domethënë unë mundohem t'i çoj paralel këngën dhe punën profesionale. Edhe ja arrin që të shkosh. Pa diskutim se po. Profesor, kam edhe një pyetje tjetër. Pasi që është emisioni për Tetovën, ç'a të pëlqen më shumë ti në Tetovë dhe ç'a nuk pëlqen? Në Tetovë më pëlqen njerëzit, më pëlqen. Janë shumë mikpritës, janë shumë të dashur, edhe bile ndonjëherë kam bindjen se jemi më të veçantit ka shi vendeve tjera. Unë i njoh edhe vende tjera shumë mirë, edhe këtë bindje nuk besoj se e kam gabim. Nuk e ke gabim pikërisht. Janë shumë mikpritës janë, edhe kjo është vërtet edhe këtë gjithë këtë e vërejmë edhe nëpër manifestime të ndryshme, nëpër arrengje familjare ku ne ndjehemi ngrohtësisht në atë familje sikur jemi në familjen time. Prandaj kjo shfaqet, është reflektim. Reflektimi jep buzëqeshje, japish dashuri, domethënë japish dhe marrish, buzëqeshje dhe dashuri. Këtë e kemi në Tetovë. Po të kish qenë mundësia, po të kish ardhur mundësia që ta ndroje këtë qytet, me cilin qytet e kishe ndruar? Besoj se mendoj një qytet tjetër. Unë kam jetuar në Prishtinë, edhe në shkollë mesme atje, edhe fakultet atje, edhe Tetova, Prishtina, Tirana, Shkupi nuk janë shqiptar qytetesh të kategorisë siç janë Parisi, Londra. Nuk po them për këta komshitë, tash nuk korritëm ta ndrojmë Tetovën për Prishtinë, për Tetovë. Po edhe prandaj këtu e kisha. Po kështu për një vend tjetër, për një New York, ai kishe ndruar. Po të kishe qenë Tetova kështu Paris ose ashtu, hajde se mund të bësh një ndryshim, ama qytetet tjera shqiptare nuk janë. Nuk e ndëgjon ty më të kënaqur. Nuk janë, ç'është logjika është. Profesor, edhe një pyetje, ku do të bësh pushimet verore? Disa vite me radhë kam bërë në Shqipëri, këtë vit planifikoj në Turqi. Në Turqi. Mendoj. Ne ishim në Turqi kalum shumë mirë, profesor, nuk e bë zgjidhje të gabuar, kështu që mendoj se është zgjedhja e mirë. Unë kam qenë në Turqi disa herë, po zakonisht kam bërë në Shqipëri. Këtë vit planifikoj për Turqinë. Për në Turqi, po sezoni veror është i ngjeshur me ahengje familjare? Shumë. Është pushimet planifikon? Zakonisht i kam të ngjeshura unë sezonën dhe gjithë vitin, më të them. Të jemi sinqert, më besoni nuk kam më shumë se një javë diku hapësirë, kohë. Do të thënë pushimet shtator janë. Gjithë vit, po s'kam mundësi se unë jam në 15 gusht filloj me punë, filloj me afatin e provimeve të rregullta, filloj me regjistrimin e studentëve të ri, domethënë nga 15 gushti unë detyrimisht duhet të jem në Tetovë. Ndërsa nga fillimi i korrikut fillojnë sezona e ahengjeve familjare, kështu që nuk kemi mundësi. Unë kam mundësi diku ndoshta kam mesi i qershorit. Sa ti kam një 10 ditë afërsisht të lira. S'kam, në total vitin s'kam. Profesor, ne të urojmë një verë të këndshme, me bereqet, me pushimet mira, me tanat. Unë nuk do të të lodhi këtu shumë me bisedë, do të kisha lutë që të shkosh edhe një herë te vendi ku ishe, do të lodhi pak, na këndosh edhe një këngë. Me shumë kënaqësi, faleminderit. Faleminderit.
moshën e pleqëris, kush niset me bose da, në moshën e pleqëris. Mjerat që eren mendja, kujton vitet e rinis. Mjerat që eren mendja, kujton vitet e rinis. Hedhur leshrat mbrapa, vetullat kurorë, po qfaj të pati djali moj, që si flet me gojë. Kur ta pashë valin, ta pashë stolinë, më do gjenë zemër moj, e rëtran dhe linë. Do të dale, do t'i flas, të flase do t'i qesh, edhe rrugën do t'ja pres. Do më vishës, do më vish, do më visha të libet, tranda vin me 20 flet. Do të dale, do t'i flas, do t'i flase do t'i qesh, edhe rrugën do t'ja pres. Do më vishës, do më vish, do më visha të libet, tranda vin me 20 flet. Moj shami e kuqe, moj shami e vërë, moj shami e kuqe, moj shami e vërë. Dilin më në dritare, sa të që një herë, dilin më në dritare, sa të që një herë. E vaj, 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 se qpo qënë me lot, vleri gotë se nazet, se nuk duroj dot. E vaj, vaj, se qpo qënë me lot, vleri gotë se nazet, se nuk duroj dot. Trandofile, gonxhe në saksi. Hajde trandofile, gonxhe në saksi. Mos ja bëj me hile, qunit ja bën xhi. Mos ja bëj me hile, qunit ja bën xhi. E vaj, vaj, qunoti mos qaj, se e lakshamino, mos ka kusht të thaj. E vaj, vaj, qunoti mos qaj, se e lakshamino, mas ka kusht të thaj. Teleshikues të nderuar, kur jemi ke Tetova, e dim që Tetova ka prodhu shumë muzikanta apo këngëtar të cilët kanë lanë gjurmë. E kur jemi te Tetova, normalisht që t'vjen mendja pos që kemi legjendat Elitën 5, kemi edhe një legjend tjetër, një këngëtar i mrekullueshëm, i cili bëri buj në gjitha treva shqiptare. Ai është shoku im, ai është vllau im, ai është miku im më i mirë, ai është ma i lezetshmi i estradës tonë shqiptare, ai është Shpat Kasati. Këtu është afër me. Shpati, mirë se erdhe në emisionin tim. Mirë se të gjeta Bigi, faleminderit për fjalët e mira. Edhe për ato që se di normalisht, kjo është zona e Tetovës, fik zona e Lisecit, ku bashkë për Bigin kemi ardhur shpesh me shoqërinë tonë. Jemi rritur në këto male. Më lart të Shkodra e Diellit. Sa di që më duket vetja si geograf. Shpati, me që jemi me një ambient shumë bukur, ku do të falenderojmë këtu restoran Sharin, i cili na mundsoi që të bëjmë këtë gjirim të bukur, këtë emision të bukur këtu. Ndërkohë prapavi ne kemi ekipën të cilët po përgatiten për pikët muzikore e për mysafirët të tjerë. Një ambient shumë i madh ku do të mundohemi gjitha bukuritë t'i nxjerrim këtu në pa. Shpati, përmendëm malet e Sharit këtu. Çfarë kujtojnë malet e Sharit ty tregon? Shumë gjëra.
Disa fshatra më poshtë, me thonë është origjina e nënës time, është një fshat I cili quhet Rasadisht. Edhe aty unë shumë shpesh I vogël kam shku, kam lujt me shokët, me kushrit e mi, ko pas kohë vinte edhe Besiana. Edhe vërtet më gjallin shumë qaste të bukura fëmirore. U emocionova. U emocionova pak. Unë vi edhe shpesh thu, kështu që shumë gjëra të bukura, shkoshim shpesh për skijim lart te Kodra e Diellit. Vërtet është edhe ajri shumë I pastër. Ka një kënaqësi të veçantë, ushqimi, çdo gjë, perimet, pemët janë më të freskëta se sa ç'duhet, se sa që janë në qytet apo jo? Po, në shfaq. Edhe ujti, uji është fenomenal, uji nifet si uji më I pastër në Maqedoni, Bigi, nifet uji I Sharit. Për ato që se din, po. Edhe është një thënie, ai që e pin ujtin e Tetovës mbet në Tetovë. Kështu që edhe nëse vëllai ti me ka pi prej Kosovë ka pi ujtin e Tetovës, edhe u bën nëse Tetovë. Këto janë, me thënë, ato historitë e vjetra të mijat. Pastaj mos flas për belaja që kemi bërë. Trego me përmendje Kodrën e Diellit edhe e dim që skijon. Trego ma ka ndodhur një incident interesant në Kodrën e Diellit. Më ka ndodhur shumë. Më ka ndodhur një incident me gishtin ku kam ranga skia te Vesh gishtin është patë. Jellak thirret zona Staza, si thomin ne. Po gishtin e kom pas vrau, Bigi, krahun, shumë gjana, edhe mo nuk bëj skim, sepse... Nuk merë shpesa kohë. Jam shgënjy. Je shgënjy, ka sakatu skijimi. S'ka them më shumë. Shpati, të themi pakës bisedës me këngët e tua. Jam të punu një album 3, Bigi, jam të bo 8 këngë, 6 janë të reja, 2 janë një këngës magjike dhe një këngë tjetër e përpunume. Do t'jesh pjesëmarrës këngën magjike? Jo, ka qenë. A ka qenë? Që do jetë në album. Risia tjetër është 2 videoklipe të reja. Njerën do të kemi ekskluzivitetin ne. Intervista të ndryshme. Kështu që... Po, jemi sezonin veror. Sa je angazhum? Kam angazhime goxha, kam disa dasma, kam mbrëmje në Durrës, në Velipoj, në Sarand. Ku je më shumë I angazhum? Në Shqipëri më shumë, edhe në Ulqin kam disa mbrëmje. Nuk më varet edhe nga hitet e reja të cilët pres të editohen. Shofim pastaj në kohë. Tetova, kur përmende, çfarë vjen mend? Tetova shumë gjana, Bigi. Tetovë unë vi 2 herë njavë, ti e din shumë mirë. Vi këtu, bëjmë qef, qeshemi, tetovarët njifen edhe si njerëz më shakaxhi, më të hapur, më open-minded, më mendje hapur. Ashtu mund ta bëj një krahasim, sepse jam bind edhe vetë kur kam pas, janë Shkup, si janë Kumanov, shqiptarët, Kërçop, se s'du t'i ndaj me lokale, po në Tetovë janë njerëzit më muhabetzi. Apo jo, Bigi? Shpati, po Tetova ka prodhu shumë artist. Ka prodhu vërtet, edhe gëzohem për atë punë. Do shta për këtë qyteteve më shumë të ato që kanë bërë më shumë buj janë pikërisht nga Tetova. Janë, sepse nuk thash kot, janë kemi pe ujtit, bre? Njerëzit, jo, janë njerëzit, mendoj që janë më pozitiv. Më pozitiv. Se sa janë pozitiv, kanë pa Evropën më para. Tetovarët njifen edhe si popull, jo më them më punëtor, po si popull punëtor, cilët punojnë edhe jashtë shtetit shumë, apo jo, Bigi? Është fare. Janë, kanë karakteristikat e tyre. Se ma kujtove një muhabet me këtë punojnë jashtë, Shpati, folëm për gjitha, për punën, për Tetovën, I prekëm gjitha temat nga pak, po më thuj, ajo tema që na intereson më shumë ti. Cila? E di ti shumë dashnore s'ka. Si s'ke dashnore? S'kam e vidi, po bëjnë buj me diumet. Ditë për ditë shfaqesh me ka një dashnore 3. Ja, s'është e vërtet. S'është e vërtet. Jenë thjesht ditë për ditë, çdo mëngjes e çdo darkë. Çdo mëngjes. Po Shpati akoma je Shpati ka shoqëni Xhan. Edhe unë e vlerësoj shumë shoqërinë tim, ato që më respektojnë, edhe respektoj. Po nuk është se kam ndaj lidhje serioze. Nuk ke. As djalë avanturist nuk jam. Kush nuk je? Gjithë zeza. Shpati nuk avanturist. Shpati me bo me nis mi gjepu në shtashe shifni ju. 1, 2, 3, 4, edhe krejt ja di. Kështu që më shtin mu në shërë me femnat, e s'kom qa boj une. Fora I kabe. E këtë kush I ka fora? Shpati, atë ka alëzëja? Ja. Po dhe kalzo. Atë ka të, jetë po shumë jënë edhe nuk do t'i po lese atë da futin shërë, da futin e vete në shërë. A e ke ditë do më thuin gjithë? E shive sa e bukur e Shqiponja. E të mandrën ma veti, shive sa e bukur e Shqiponja. Shpati,
Unë faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Një kafe me Faleminderit mamën. edhe ty, Bigi, Çka kishe për ty dashur anytime. të thonë? Për fund, përshëndes gjithë teleshikuesit e televizionit 21. Faleminderit shumë për ftesën që më ke bë. Ti e di se të unë dyrë thapur i kesh vetë. Edhe ti gjithmonë i ke. U kënaqem me këtë ambient, vërtet kish marrë malli të shoh. Edhe nuk kish kohë të shpati, si njerë tha, lutem më shpejt ta mbarojmë është ashta, se më shkohet e poshtë, mu se më shkohet. Ja, do ham nga një peshk tash edhe pak. Da ham pa tjetër, restoran Shari të nga pregatit një peshk apo një drek të mirë. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, kjo ishte biseda me Shpat Kasapin, ndërsa ne tash do të ndjekim një videoklip të Shpat Kasapit dhe në cilën pikë të kësaj pamjes bukur do t'jemi, do të shohim edhe ne, se se dim, marrë kamermanët edhe shëtis. Ajo është. Teleshikues të nderuar, unë ju thash se do të kemi shumë artistë, shumë këngëtar dhe do të kemi prej gjitha zharret nga një këngëtar. Kur përmendet në Tetov kënga vjetër qytetare, me njëherë shkon mendja te Jetmir Rexhepi. Ai di ti këndon më smirti dhe ti interpreton para publikut më smirti këngët e vjetra qytetare. Atëherë vetëm për disponimin tuaj, Jetmir Rexhepi, vetë se ka filluar provën këtu, s'dia e ndigjoni ju se e ndigjoj unë dhe Jetmirin e kam afër vetes për një bisedë shkurtër.
Kur themi kush ja thot këngës vjetër qytetare më smiri është Jetmiri, normalisht Jetmiri të lund goja. Faleminderit. Pakës jemi lot, se është një ambient i shumë i madh edhe është malor, kështu që hyp nal, zri poshtë, ka bënë provën. Unë jam loth. A e loth Jetmiri? Jo, s'lodhe, mas njerë. Hajde qa, unë do të marrë ty sot me mu, spi këtu me gjithë ekipin në flejmë të hotel Agropolog. Kështu që dhe hyna ka një jacuzzi të mrekullueshëm. Dë him jacuzzi o Jetmir, po të zbute na ma e. Unë kom të këndoj, për një shtarë. A ke të këndësh? A basi të këndësh mund vesh, këthi, dhe të mbushi unë e katën atje ka Agropologi, kështu që do të shkrohen këtë sajt. Jetmir, emisioni është për të tova. Tash edhe më herët, nëse dikush e këndon më së mirë ti këngën qytetare ai e ti. Si e pranon këngët e vjetra qytetare Tetova? Unë, që si fëmijë kam marrë pjesë në shoqërinë kulturore artistike Xheladin Zeqiri dhe atje jam rrit në atë frymën e këngës vjetër qytetare. Po e falenderoj shumë Azir Azirin, i cili ka udhëzuar në atë pjesën në zhanrin e muzikës qytetare. Megjithatë, neve që 25 vjet kam karrierë në skenë dhe besoj që më publiku është mësuar me mu, me imazhin tim, kështu që nuk është problem. Nuk është problem. Po, ty të patëm edhe në emision më herët, aty rishe besnike dhe këmbgulshe që muzika e pastër shqipe është ajo për ty kulminacioni. Sigurisht, unë jam betu që do merrem vetëm kryesisht me këngë qytetare dhe besoj që merrem, ju e shifni. Unë Je të vota lava! Ende s'kam kënduar asnjë këngë tjetër, normalisht që këndoj këngët nëpër ahengje familjare, këngët pastra shqipe, që ne shqiptarët ende nuk dimë farë folklorit pasur kemi. Prandaj gjithmonë ne kemi dëshirë të hujën ta marrim edhe ta përvetësojmë. Kurse ne kemi folklor më të pasur për gjithëve. Jetmir, kur është puna, këtu e kemi një gremës të madhe. Ka problem. Dë na haj gremëza se në Kumanov kanë hongër miskojët edhe këtu gremëza të mëhanë. Nese, si kom nisu në këtë avanturën time kështu në për qytetet të ndryshme, nga rëndë kur të kthehem. Sigurisht përgëzoj për këtë, faleminderit shumë, Bigi, që na bësh ftesa të ndryshme edhe unë pa hezitim vi. Me që unë di se nuk i kom shumë qef këto. E di që nuk i ke qef, po të faleminderit që gjithmonë pranon të jesh pjesë në përgjitha emisionet ku kemi bërë diçka më interesante. Ne jemi rritë bashkë. Jemi rritë bashkë, e fakt dihet se jemi rritë bashkë ne, ndoshta teleshikuesve ju vjen çudi se me tjetrin jemi rritë bashkë, me këtë jam rritë bashkë. Ne gjithë këtu sot që jemi mysafirë, ne gjithë jemi rritë bashkë. Tetov gjithë njihen mes vete, veçanti kur o puna për muzikë, ne gjithë jemi tubu me një vend. Kemi dalë nga e njëjta shoqëri, kemi vazhduar me shkollë të muzikës krejt bashkë, kështu që krejt bashkë kemi edhe njihemi shumë mirë mes vete. Bile pak para sa bisedova me gjithë artistët, thash si më bën një potpori për bashkët, secili këngëtar. Besoj se do ishte shumë gjë e bukur. Këngëtar të ketë zhanrin e vet. Domethënë un kam zhanrin tim, do këndoj pjesën time. Si sot që e kemi bërë në këtë emisionin tonë. Sigurisht. Sot emisionin tonë e kemi bërë. Edhe kisha dëshirë që të bëhet një gjë e tillë. Tetova ta bëje një gjë të tillë. A di çfarë, unë në fund të emisionit dilit këngët. Ku fillon Elita, ku këndon Jetmiri, ku këndon Leotrimi, ku këndon Mera Malia. Vëllezërit e Sejdiu, kështu që do ta bëjnë një zinxhir. Absolutisht, vëllezërit e Sejdiu janë ikonë të këngës autoktone tetovare dhe kur bisedohet për këngën autoktone tetovare, shkon mendja drejt te vëllezërit e Sejdiu. Jetmir, e di që ke një sezon shumë të ngjeshur. Ku do shkosh në det me vëlla? Ti fushojsh kocajt. Si më duket unë të jes në Agropolog atje. Që te e kada, e nuk te kada, e zote e kemi zakon, në bas dasme në shkojmë të Agropologi atyrim, shtash jo të restorantit është do shkojmë të kada Agropologi. Ma mërë atenit, na fushojnë kocajt. Ke bo plan për pushime? Pushim kam bo plan, po kam shumë angazhime, kështu që nuk e di, veç në bas sezonës. Duhet që të shkoj me familjen në Turqi, po të shoh. Unë nuk do të lodhi më shumë. Si është të shkrujtme. Si është të shkrujtme. Unë të dëshiroj një verë të këndshme, me shumë bereqet, me shumë muzike, me pushime, me krejt e di që dhe lodhesh, po inshallah edhe dhe shpërblesh për gjithat lodhje. Jetmir, unë nuk du t'i lodhi shumë teleshikues tonë këto ditë të nxehta me biseda, do të kisha luajtur që të na këndosh edhe një këngë. Gjithsesi. Derisa me kënaqësi. Çfarë këngë të na këndosh tash?
tash Na këndosh këngë vjetër qytetare apo na këndosh diçka tetovare? Këngë qytetare. Qytetare. Okej, derisa po shkon Jetmiri te vendi vet për na këndu këngën, unë do shkoj të ndroj veshjen time për shkak se ne i përmendëm se këtu janë plot artistë, do shkoj ta ndroj ambientin tek kësaj ambientit, do ndalin prej zharrit në zharr, se tash është ajo tradita jon, është kultura jon, këngat burimore. Qmova mi kish ma qtre O të dështa me hakikate Të qmova mi kish ma qtre Mirë po pas kam qenë parafat E jamën që ma punove moj bëtë dërej Mirë po pas kam qenë parafat E jamën që ma punove moj bëtë dërej Si njëri me mirësi Disa heru të busje Qa jamën me mallin e djalit të ri O disa heru të busje Qa jamën me mallin e djalit të ri Qa jamën me mallin e djalit të ri E disa heru të busje Qa jamën me mallin e djalit të ri Vjeshto moj dhihani vjeshto Vjeshto moj dhihani vjeshto Gjem të liqnaj more vjeronoj
kanë billën e burgomjeron, I kanë billën e burgomjeron, do t'esën për burgomjeron. Teleshikues të nderuar, kur jemi në Tetetova, me njerë na shkon mendja te muzika jon burimore folklorike. Ndoshta e kemi muzikën më të mirë burimore nga gjithë. Jo pse është vendim, po me të vërtet shumica e këngëtarëve kanë përpunu këngën apo muzikën tonë burimore folklorike. Kur është puna te muzika burimore folklorike, neve më njëherë na vjen mend ata të cilat kanë qëndru besnik kësaj muzike me vite të tëra, mbi 40 vite, ato do të na tregojnë më saktësisht. Këtu afër me I kam vëllezrit, se diu mirë se erdhët në emisionin tim. Mirë se u gjetëm. Kur jemi te Tetova, edhe mos kushtojmë rëndësi, edhe mos kishin ndaj disa minuta për muzikën folklorike, nuk kish ku emisionin mbar. Po, Besiana, keni të drejtë, por fillimisht njerë ju përshëndes juve, si udhëheqësi i këtij emisioni dhe gjithë stafin tuaj që sot keni ardhur këtu në Tetovë, por dhe në këtë vend piktores të bukur të Sharit, për të realizuar këtë emision. Pra ju përshëndesim dhe ju urojmë suksese për këtë nismë që keni marrë. Mirë thatë ju se folklori në Tetovë është mjaft I zhvilluar. Mirë po, folklori këtu duhet gjurmuar edhe më tepër se që është gjurmuar. Ne jemi munduar me vëllaun bashkë që ta gjurmojmë, që prej fillimit, do me thënë prej një kohë prej 23 vitesh. Kjo është një karrierë mjaft e gjatë dhe ne jemi shumë të kënaqur që kemi punuar, kemi gjurmuar, edhe the vetë në fillim se këto këngë tani janë përpunuar dhe prej këngëtarëve të tjera, mirë po bazamenti është e Tetovës dhe kënga është tetovare. Si këndojmë nesër I këndon kërkush tash, merren përpunohen, bohen, ama origjinali është origjinali. Por e din ato vetë, ato e din vetë. Këndej na shoqërojmë pa unat neve, pulat e natyrë, një ambient tepër I mrekullueshëm me një ambient tepër I bukur. Flasim pak për Tetovën. Sa e vlerëson Tetova muzikën burimore folklorike? Tetova normal që këngën burimore të këtij vendi e vlerëson, për shkak se po mos ta vlerësonte nuk do të ishte normale, sepse është e vetja dhe njeriu. Po e kam fjalën për shkak se tash muzika ka nisë modernizohet, sikurse rinia ka nisë të harrojnë traditën, ka nisë të harrojnë. Muzika është e vërtet që ka fillu të diçka të çrregullohet dhe kanë hyrë rima të huaja jo vetëm në Tetovë, por gjithandej. Por ne, veçanërisht ne, mundohemi që me vite të ngelim besnik, kemi kultivuar dhe do të kultivojmë të vjetrën atje çka është burimore, pa mos me ndryshuar asgjë. E di, për shkak se jam rrit bashkë me ju, me këngët e juaja, kemi qenë shumë festivale, keni qenë shumë fituesi shumë festivaleve, keni një bagazh tepër të madh. Çfarë do të kishit veçuar nga gjithë kjo karrierë juaja? Nga kjo karrierë kishim veçue të gjitha ato përshtypje që na kanë ngelur edhe me festivalet, me shoqërinë kulturore artistike, si the vetë ne kemi qenë bashkë në shoqëri. Po ne veçojmë atë për mikpritjet e kombit tonë në çdo vend, për shembull në Kosovë, në Shqipëri, nga se kemi shkuar kudo, edhe këto janë përshtypjet më të mëdha që me të vërtet shumica na kanë mirëprit, edhe pse këngë tetovare, për shembull, se gjuha jonë është pak një dialekt shumë I dashur për ne, por edhe për tjerët, edhe është rënd të kuptohet, por na kanë prit shumë mirë, se vetë kënga e bën të veten, kështu që unë bile një këngë e kam marrë, kom përpunu, e kom po pak, e kom modernizu, a I bie, as I bie, po dialekti nuk e ndrova.
Edhe pash në disa gazeta do shkruhesh te Big Mama ka nis këndon serbisht. Serbisht. Dialekti janë pak më i veçantë, po jo vetëm i jon, po çdo kund ku shkosh është dialekti ndryshon. Dialekti është dialekt, secili e ka e mbron dialektin e vet, anës vet, pa marrë parasysh a Shqipërisë, a të Kosovës, a të Maqedonisë. Po, ata e kanë thënë, me siguri, edhe unë jam i sigurt që e ka thënë dikush se këndon serbisht, por ata janë njerëz të cilët nuk i kuptojnë, nuk i njohin trevat dhe këngët. Por atë mund të thomë lirisht se edhe në Shqipëri ka njerëz eminent që merren me muzikë dhe rëndësh ta vlerësojnë këngën e një treve. Për ta vlerësuar, duhet shkuar atje, duhet parë dhe duhet analizuar dhe parë se çfarë këngësh e çfarë melosi ka ajo zonë. Kam edhe një pyetje për ju. Më tregoni kështu, gjithmonë këndoni këngë burimore? Jo, ne këngë burimore këndojmë në për mediume, për incizime, në për festivale, mirë po në për dasma, normal se kemi kënduar edhe këngë shqipe, por të trevave të ndryshme. Se ne nuk jemi të lokalizuar, ne njihemi si të lokalizuar për arsye se me të vërtet me të madhe kultivojmë këtë. A e dini pse? Po që se me plot përgjithësi e them unë sot, po që se unë dhe vllau e lëshojmë këtë kultivim të kësaj këngë. Besoni se kjo është duket. Prandaj ne kemi dhënë besën krejt popullit, por e Zotit se ne do ta kultivojmë këtë melos deri në fund. Edhe shpresojmë që arrim, meqense ka lum ai këngëtar që vin mbas e që fillon ta gjurmojë këtë këngë se do të arrijë. Ne një fjalë mbajmë çdo herë në për intervistë e Kumcek, Ismail Hoxha i njeri, kompozitori na ka thënë. Këndoni ashtu që dikush i thotë se ki ka kënduar si vëllezërit Sejdiu, jo vëllezërit Sejdiu si ai. Si ai po. Po. Një fjalë shumë e bukur. Po, jeni aktiv edhe në parahengje familjare, merrni pjesë, jeni pos festivaleve, pos koncerteve? Ne ahengjet, të them të drejtën, i zgjedhim për arsye se edhe pse publiku na njeh neve këngët tona, i njeh këngët më shumë shkojnë për shemb, por edhe kur shkojmë në dasëm, ato kret këngët, se ne kemi një bagazh shumë të madh, kemi rreth 200 këngë, 300 këngë të kënduara të incizuara, por kemi edhe 200-300 këngë të pa incizuara ende, vetëm janë të komponuara të gatshme, kështu që po, marrim pjesë në parahengje të ndryshme, në përdasma. Po në hengje këndoni këngë burimore apo këndoni edhe këngë popullore? Jo, këngë të gjithë trevave shqiptare. Gjithë këngë, domethënë. Vetëm shqip. Vetëm shqip, pastër shqip, po. Si kishit paramendu ju kamerman të mi të dashur ta këndojnë këtë këngë cena mbi tavolina, vëllezërit Sejdiu? Atëherë tavolina do të ishte thije krejt. Ja, ishte, ne kishim bërë të të varë, se lujna mbi tavolina. Lujna mbaja stalla. Lujna mbaja stalla. Lujna mbaja stalla. Unë ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tim. Unë kisha dashur që më shumë flasim për muzikën burimore folklorike, po për shkak se thash prej gjithave do të kapim pak për shkak se emisioni kushtohet qytetit tonë Tetovës. Unë kisha dashur që ta mbyllim me një këngë bashkë këtu. Po. Ajo këngë është punu prej shumë këngëtarëve, ashtu e kam marrë edhe unë një pjesë prej kësaj këngë. E këndojmë skutaçe? Po. Edhe këtë e mbyllim këtë pjesën? Sigurisht. Kishit dash diçka për shtu, për përshëndet në fund para se ta nisim këngën? Jo, nuk kishim dash, ne vetëm kishim dash të shtojmë që të gjithë të rinjtë që vinë pas neve ta kultivojnë këtë këngë, se me të vërtetë është, edhe do të kenë edhe një karrierë të mirë, do të kenë edhe, domethënë, do të kenë të mirëpritur nga publiku, se kjo është një këngë nostalgjike, këngë e dashur dhe është me të vërtetë melodike. Atëherë e kapim, shkojmë special këtë këngë për kamermanat tonë dashur në të vjen. Po. Skuta qaje caucës topa jo. Skuta qaje caucës topa jo. Djalinë soka ku bo copa jo. Djalinë soka ku bo copa jo. Djalinë sokak, cauca në qardak. Djalinë sokak, cauca në qardak. Biri cauzdahires, biri e në pak. Biri cauzdahires, biri e në pak. Si bije
taj me mujikije, a i bije, hasi bije, taj me mujikije. Me parete moja djalo, unë kam blije. Me parete moja djalo, unë kam blije. Bravo, Julum! Teleshikus të nderuar, të ishin vlezrit se i diu, putena për pak qaste sa që kojtë ndroj veshjen dhe rikthehemi me pjesën tjetër të emisionit. Teleshikus të nderu, unë këtu do të kisha shprej dëshirë që të falenderoj gjithë ekipin tim, cilët pa për tu punojnë me mu, kanë marrë këtë udhëtim, këtë avanturë në për qytetet e Maqedonisë. Në krye do të falenderoj Fidanin, kameramanin më të dashur timin, Kushtrimin, Albanin, Astritin, Besfortin, e gjithë me radhë. E shtash, për ekipin tem, disgjedh vetë këto peshqit këtu nga restorant Shari, edhe vetë ba pregatis me dorën tem edhe vetë do t'i ushqej. Tu ka rënë zona isë. Izura! 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 Fidan, shke për ty koka? Prita shoh. Fidan, 3 kom zonë. Një për ty, një për Besfortin. Kjo është e jotja, Fidan, ha? Kje Besfortin në tjetë. Prit, po nza hala, edhe për ekipin tjetër. Fidan, gati e kemi. Gati kemi. Unë po jap grepin pronarit, shpis. Pronar, s'mo mu mi majtë. Qomi të kuzhina se vi i gatuj vetë. I gatuj vetë. Erdhëm edhe të kuzhina e mrekullueshme restorant Shari ku do të pregatiti vetë për ekipin tem që e kam jo së tanë ditë, edhe si kom hup t'i kryllet e restorant Shari, hipnen zri posh ama ja vlet, se shtash dhe kopi po arke mirë, edhe të nëshme të të mija se si ta pregatis. Shefa, hiqër e mja të vejnë? Kur e të shkojnë të muajnë? Se. Të shqiko më zëmë vetë me dorën time, edhe cëna ishte, kjo ishte e Fidanit, kjo ishte Kushtrimit me i vogët, ndërsa kjo në tjenë për Besfortin. U knasha, dhe ishte të nderum ushqimin më të mirë vetëm e typisht është këtu në restorant Shari. Unë një kërkoj falje se ndoshta funksionon mund të transmetohet në muajin e Ramazanit, po ne kemi gjiru para muajit të Ramazanit, kështu që veç për iftare, veç për darka, veç për të gjitha, e keni restorant Shari grek taze, grek mira, grek shishme, edhe po ndajnë ma kamerën se për shkoj ta ndryj edhe pak, edhe shkojmë të sofra janë. Dhe në fund jam ullë këtu të ky kaprolla qash as vetë se ti.
Teleshikues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm sot për ju. Shpresoj se kalu çaste të këndshme. Unë do të faleminderoj shumë restorant Sharin që gjendet në Lisec, në Malin Shar, ku na mundsoi këtë emision të bukur. Do të faleminderoj shumë ekipin tim të dashur, kamerman Fidanin, Kushtrimin, Albanin, Fatosin, Astritin, Besfortin, Jetonin e gjithë, nëse s'kam harruar ndonjë. Kështu që do të faleminderoj Top Center, të cilët u kujdesën për veshjen time, do të faleminderoj Agropolog, hotel e restorantin, të cilët na bën konak, na hapën dyert që pushojmë aty të relaksona. Do të ha darkën këtu të restorant Shari, edhe si shkojnë jacuzzi atje. O, se shkom u knaq. Teleshikues të nderuar, miru pafshim, shifemi javën tjetër në njëjtin orar, në njëjtin televizion, në televizionin 21, po në cëllin qytet, nuk jemi në njëjtin qytet, nuk e di, në tjetë surprizë. We'll be right back.